Ky kontingjent i këtyre ndihmave që po vjen në këtë zonë është posaçërisht për këtë festë të madhe të bekuar të Kurban Bajramit, që ne ta festojmë së bashku edhe me këto dhurata, që tregojmë edhe atë vllazëllakun që e kemi me këta njerëz të këtyre zone. Përfitojnë njerëzit të kësaj zone, të cilët i ka përzgjedhur myftinia e Bajramçunit, dhe ata do të jenë përfitues kategoritë të ndryshme sociale të cilat gjenden në këtë zonë. Kështu që na jemi jashtëzakonisht falënderues për gjithë ata donatorë të cilët neve na kanë mbështetur në Kosovë, që këtë dhuratë, këtë amanet ta sjellim deri te vëllezërit tonë këtu në Tropoj apo në Bajramçun, në zonën e Bajramçunit. Kemi shprehë gjithmonë gatishmëri që në veçanti familjeve në nevojë t'ju ndalim në ndihmë gjatë viteve në përgjithësi që nga mas lufta. Dim që edhe shoqata Bereqeti edhe të kalumen, edhe tani, edhe në vazhdimsi, ka shtri dorën e ndihmës në këto treva, besoj që do të vazhdojmë edhe në ta. Lica e ushtarëve të UÇK-s e kemi pas rrugtimin këtej, ose nga zona e Pashtrikut nga Kruma, ose nga zona e Kosharës nga Tropoja, por këtu kanë qenë pikat kryesore të depërtimit të ushtarëve të UÇK-s, por edhe ndihmat e mëdha të banorëve të këtyne trevave. Prandaj, ashtu qysh këta nuk na harruan në luftë, ne nuk guxojmë t'i harrojmë pas luftës, sepse ajo është historia më e lavdishme e kombit tonë dhe janë kontribute këto që kanë qenë shumë të mëdha, në veçanti gjatë 98-s dhe 99-s. Këto xhami dhe xhamia e Krumës, xhamia e Tërbojës së vjetër, xhami tjera kanë qenë të banuara me banor. Kur kam marrë në muajin prill këtu, nuk kam pa asnjë vend që u kanë pa banueshëm Kuksi, është dyfishue numri banorëve në Kuks. Gjithashtu edhe Tropoja dhe Kruma kanë qenë të stërmbushura me refugjat dhe me njerëz të plagosur që kanë ardhur nga lufta. Myftinia Tropoj falenderon shoqatën Bereqeti, drejtorin e saj, stafin për të ndihmë që japin për familjet në nevojë në rrethin e Tropojës, të jetimëve e të tjera, të cilat realisht janë në kushte të vështira. Shoqata Bereqeti edhe në vitet e mëparshme ka dhënë një kontribut realisht të vyer në komunitetin tonë dhe shpresojmë që edhe në vijimësi të kemi bashkëpunime dhe marrëdhënie të këtij niveli për të qenë sa më pranë njerëzve në nevojë. Tashmë jemi edhe në prag të ditëve më të veçanta që Zoti i Lartë Madhëruar i ka cepur në Kuranin Kerim. Janë ditë që veprat e mira shumë fishohen dhe nuk ka gjë më të mirë pra se sa të jetë njeriu në ndihmë të robët të Zotit, në ndihmë të jetimëve që me fituar kënaqësinë e Allahut. Falënderim dhe mirënjohje për shoqatën Bereqeti, stafin e saj dhe gjithë ata që janë kontribues në këtë donacion të veshmbathje që vinë për familjet në nevojë e jetimt në komunitetin e Tropojës.